Ditën e djeshme në Palermo të Italisë, prancelisë së Asamblesë Rajonale të Sicilisë, u mbajt një seancë dëgjimore e Komisionit Parlamentar Antimafia, e drejtuar nga kryetari Antonello Cracolici. Protagonisti i takimit ishte gazetari investigativ Giuseppe Brascetto, me origjinë nga Vitoria, i thirrur për të raportuar mbi zhvillimet më të fundit të kriminalitetit organizuar në Sicili. Një pjesë e seancës u zhvillua me dyert të mbyllura, çka tregon rëndësinë dhe djeshmërinë e temave të trajtuara. Brascetto shpjegoi se mbledhja, e cila zgjati pothuajse 2 orë, përqendruar kryesisht në aktivitetet e krimit organizuar shqiptar dhe në degëzimet e tij në territorin sicilian. Kemi folur në thelb për kriminalitetin organizuar shqiptar, për aleancat e tij me figura dhe klane lokale, në Xhela me familjet Paolello dhe Rincivillo, në Catania me klanin Capello, Arena dhe Nica të lagjes Librino, të cilat kanë aleancë me Capello, duke u shkëputur nga Santa Paola. Në Sirakus vepron klani Bottaro, ndërsa zona e Avola Pacchino dhe Rosolini kontrollohet nga klanet Aparo, Trigilla dhe familja Crapula, me lidhje edhe me klanin Nardo. Tha ai, sipas Brascetto, situata aktuale është shumë shqetësuese, sepse këto organizata të reja po ndajnë Sicilinë në 2 pjesë, duke vepruar pa miratimin e Cosa Nostras palermitane dhe duke kaluar fjalë për fjalë mbi kokën e saj. Kjo po krijon një sër problemesh dhe tensionesh në territor. Gazetari theksoi se aftësia e grupeve shqiptare për të krijuar aleanca ka qenë vendimtare për depërtimin e tyre në juglindje të Sicilisë, zonë e konsideruar historikisht si pika e dobët e rajonit, e cila që në vitet e Stidas kishte shpallur luftë ndaj Cosa Nostras palermitane. Brascetto shpjegoi se sipas tij, juglindja e Sicilisë po shndërrohet në portin e ri të Gioia Tauros, shkrua La Sicilia, duke u bërë një nyje kyçe për trafikun ndërkombëtar të drogës. Droga mbërrin, shpërndahet nëpër zona rurale dhe më pas fshihet në fikse zjarri, në speca ose në dysheme të 2 fishta të modifikuara të kamionëve për të shpërndarë më pas në të gjithë Evropën. Logjistika është e thjeshtë, niset nga Catania, vazhdon drejt Kalabris ku gjen mbështetjen e familjeve historike të Ndragetas si Ndrina e Koluçave dhe Marina di Gioiosa Ionica. Prej andej kalon në Lecce dhe aktualisht në zonën e Brindizit, ku vepron klani i Bucorella, i lidhur me ndrinat kalabreze të Koluçave, të Gioiosa Ionicas dhe Marina di Gioiosa Ionica, si dhe me të ashtu quajturin Porku të Vitorias. Nga Lecce malli ndoron shofer në çdo nyje, derisa mbërrin në Gjermani, ku shpërndahet më tej për të arritur në të gjithë kontinentin. Deklaratat e tij ngjallën vëmendjen e komisionit duke vënë pa kompleksitetin dhe rrezikshmërinë e aleancave të reja kriminale që po riformsojnë hartën mafioze të Sicilisë. Vetëm hetimet e ardhshme do të mund të sqarojnë deri në çfarë mase këto organizata po veprojnë pa miratimin e mafjeve të vjetra, theksoi gazetari duke bërë thirrje për vigjilencë të lartë dhe për një bashkëpunim gjithnjë më të ngushtë mes forcave të rendit dhe institucioneve.